nderuar shikues të podcastit ton Okult, mirëmbrëma. Sot do të bëjmë në Okult kultur, do të bëjmë një temë që shumë njerëz mund ta kenë dëgjuar, por nuk kanë shumë qartësi, kanë mjegull në lidhje me ekzistencën e atyre që quhen çifut të lindjes. Çifut nuk është pejoracion, kam parasysh fjalën Jewish, që i thuhet në anglisht, ose Juip në frëngjisht. Pra është besimi i Mojsiut, besimi parë në mos gaboj monoteist, po të paktën i parë i tre feve abrahamike. Këta kanë pasur një perandori që kanë arritur kulmin e tyre, e cila quheshe Kazaria, ose mbretëria Kazare, që shtriheshe që nga deti Aral në lindjet e Evropës, ose në fillim të Azisë, në veri të detit Kaspik, kalonte kufiri mbi detin Ezi dhe përfundonte në veri perëndim lart në Kiev, duke futur dhe qytetin e Kievit brenda territorit vet. Të lutem regjis një artë të Kazarisë, ja ku kini në jug lindje detin Aral, dhe kam pasur disa kryeqytete siç është Sarkeli dhe Atili. Megjithatë, ka pasur dhe Krimen në kontroll deri lart në Kiev dhe detin Azov, ku duket aty në veri lindje të detit të Zi, aty ku sot Kersh dhe Krimea, lexoni besoj. Dhe pikërisht në këtë kohë të vitit 950, Kievi është marrë nga rusët, të cilët erdhen lart nga veriu. Në fakt ishin viking të ardhur nga Nizhni Novgorodi, nga veriu i Kievit, dhe e pushtuan. Madje në librin Tribuja 13 të Artur Kesslerit tregohet edhe mënyra se si babe birë dy mbretrit e parë norvegjez, të cilët pushtuan Rusin, teritoret e gjera ruse, do të merrnin Kievin, dhe se si u pëlqevi dhe se si vendosën që rusët të ktheheshin bashkë me vikingët, të ktheheshin ortodoks. Tregohet në librin që e ka botuar shtëpia ime botuese Helga Sikris, Tribuja 13 të Artur Kesslerit, që është një libër shumë i rëndësishëm. Kessleri ka qenë një shkrimtar shumë i njohur perandorak, britanik, ka marrë disa urdhra, është me origjinë nga prindrit e vet Jewish, çifut i lindjes, vetë është një ashkenazi. Në vitin 1940 ka ikur në Britani, është një njeri me shumë njohje të gjera, dhe ka njohur personalitetet të mëdha të kohës kulturore, por edhe politikan, dhe ka bërë disa libra, midis të cilave dhe The 13 Tribe, ose Tribuja 13, dhe kam vdekur, mos gabojnë, është datëlindjes 1913 dhe kam vdekur në vitin 1985, duke bërë vetvrasjen të njëjtën ditë së bashku me gruan e vet, duke pirë nga një pilulë vdekje prurse. Mirë, të flasim një çik për historinë e Kazarisë, e cila sipas shumë studiosëve, megjithëse ka shumë mjergull, thuhet që ka ekzistuar nga shekujt e 7 dhe në shekullin e 10, në mes të shekullit të 10, pra deri në vitet 950. Ne do analizojmë që kushtet historike kur ka ekzistuar kjo mbretëri, çfarë roli ka luajtur, dhe duam të tregojmë që ata bankierët që sot dominojnë skenën botërore dhe njëkohësisht kanë krijuar dhe lëvizjen sioniste dhe krijimin e Izraelit, e kanë origjinën pikërisht nga ky organizim i gjerë politik. Këta janë quajtur hebrenj, ose jo hebrenj, është gabim fjala hebre, se hebre është racë, hebrenj janë ata të Mojsiut, këta janë turq me origjinë, siç do ta tregojmë. Këta janë çifut ashkenaz, ose ashkenazin, siç quhet kjo.
si thuhet sot. Këta shpesher i quajnë sot në për të gjitha teoritë si mafia kazare, e cila ka shumë pushtet në politikën e sotme botërore me ndikimin dhe fuqinë e saj nëpërmjet shumë strukturave të organizuara, ku dora e tyre dhe vendimet e tyre shpesher janë të realizueshme dhe të zbatueshme dhe është një dorë e padukshme. Kjo mbretëri ka shërbyer si një gur themeli në kohën e vet, pra në shekujt, siç ja u thash, në shekujt e 17 dhe në gjysmën e shekullit të 10, për si një nga rrugët kryesore të rrugës së Mëndafshit, e cila u bllokua në vitet 200 dhe tua që regjia të jap një art të rrugëve të Mëndafshit, ja ku e kini të cilat rrugët e Mëndafshit fillonin nga lindja në veri të Kinës ose në qendër të Kinës së sotme, poshtë të shkretëtirës së Gobit, dhe vazhdon poshtë maleve Altaj dhe aty ndahet në 3 degë dhe pastaj përsëri ndahet në disa degë duke kaluar një pjesë poshtë detit Kaspik, një pjesë domethënë kryesore, një rrugë tjetër del mbi detin Kaspik pikërisht nga Tashkenti, kurse rruga kryesore kalon në Samarkand, kalon mbi Teheran ose në qytetin e Teheranit, del në Damask, siç e shikoni, po zbret një degë në Persepolis dhe nga Persepolis del në Trabizond, në Ankara, del në Bizant dhe pasaj në Evropë, kurse një pjesë tjetër kryesore që shkon në Evropë del në Palmira, në Damask, në Gaza dhe sidomos në Aleksandri, në Egypt dhe që atje me anije, si do ta tregoj më vonë, e merr ish Evropa myslimane në Spanjë. Mirë, regjia ta heqë foton. Ne jemi bazuar ke një punë e një autori që quhet Pierre Baudry, me një libër të tij, i cili quhet Parimi ekumenik i Karlit të Madh, ku ai dihet që Karli i Madh ka jetuar në fund të shekullit të 8 dhe në shekullin e 9, dhe në këtë kohë ka pasur një konfigurim gjeopolitik shumë të interesant, ku nga një anë ishte perandoria, mori fund perandoria umajade muslimane, kishte lindur perandoria abasite me qendër në Teheran, dhe nga ana tjetër funksiononte, siç u thash, Kazaria, funksiononte mbretëria, perandoria romake lindjes me qendër në Bizant apo në Stambollin e sotëm apo në Konstantinopol, dhe njëkohësisht ishin mbretëritë e mëdha të lindjes ku një dominim të madh patën perandoritë kineze, siç do ta tregojmë më poshtë. Duhet thënë që në këtë kohë Karli i Madh ose Charlemagni ka pasur një aleancë të fuqishme sidomos me kalifin Harun al-Rashid të dinastisë Abasit me qendër në Persi, po dhe me mbretin Bulan të Kazarisë, që ju thash ishte krijuar në vitin 750, do tregojmë rrethanat dhe historinë pak a shumë se si u krijua dhe se si ky mbret e kaloi ose e konvertoi mbretërinë e tij në judaizëm në mes shekullit të 8, pra rreth viteve 1746. Regjis, i lutem të na jap fotot e këtyre 4 personalitetet të mëdha të kohës kur u krijua Kazaria ose mbretëria kazare, ku sot njerëzit që vinë me preardhje nga kjo mbretëri dhe me këtë besim gjuish
siç u thash, kanë një pushtet të madh në botë. Këtu kemi mbretin Karl i Madh i Galëve ose i Francës së sotme. Aty është Al-Rashidi, Harun Al-Rashidi, aty është mbreti Bulan i treti dhe në cep në krahun e djathtë të vështrimit ton është perandori kinez Xuanzong, quhet ai, ka pasur një influencë të madhe në shekullin e 9 në politikën botërore. Por ajo që duhet të themi është fakti që kazarët e sotëm që mbahen si ebrejnë në fakt nuk janë të tillë, sipas shumë studiosëve ata janë një racë turke dhe pikërisht kjo perandorie, kjo mbretëri e tyre u krijua nga perandoria e madhe e atyre që quheshin Kokturk dhe do t'i lutem regjis të edh artën tjetër që unë kam përzgjedhur ku duket perandoria e Kokturkëve e cila shtrihet në Mongolinë e sotme deri në përballje apo nis siç e shikoni në lindje dhe në perëndim vjen deri në Kievin e sotëm, ka pushtuar nga veriu detin Kaspik dhe pothuajse treqerekun e detit të Zi në pjesën veriore të tij dhe lart shtrihet në perëndim është deri në Kievin e sotëm, ja ku duket lumi Dnepër, ku në perëndim që e ndan perandorin kokturke me perandoritë e tjera bullgare dhe me fiset e tjera altaike që quheshin në atë kohë dhe me magjarët ose me ungarezët e sotme. Pra duket që perandoria, si që ta shpjegoj më vonë, kazare u krijua nga ndarja dhe nga një luftë civile që ndodhi në perandorinë kokturke. Kjo perandoria kokturke kishte luajtur një rol të madh diplomatik në ndërmjetësimin e marrëdhënieve midis perandorisë, mbaj artën të lutem, midis perandorisë, regjia mbaj artën, midis perandorisë bizantine e cila ka qenë në pjesën e Azisë së vogël dhe në Ballkan dhe perandorisë persiane sazanite para myslimane, pra para ardhjes së Muhamedit në shekullin e 6 dhe 7. Nëpërmjet një ser martesash me princeshat kryesore të dinastisë jetë shkurtër perëndimore Wei dhe të një dinastie në Kinën Veriore që quhej dinastia Zhou nga vitet 550, 560, 568, udhëheqësit Kagan të kokturkëve, të fisit kokturk, u bën të dobishëm për të ringjallur rrugën e vjetër tregtare dhe korridoret e rrugës së Mëndafshit që kishin rënë në një rëmuj mbas viteve 200, më thënë mbas Krishtit. Me vdekjen e një sundimtari që quheshe Taspar Kagan, në vitin 586, kjo është një datë e rëndësishme, u krijuan disa fraksione ndërluftuese me fëmijët e Tasparit, të cilët luftuan për kontroll duke shpërthyer një luftë të madhe civile në perandorinë kokturke dhe perandoria e lindjes u mund nga perandori dinastisë Tang në vitin 688, 618 dhe turqit e lindjes ranë në sundimin e dinastisë kineze Tang dhe për ta perandori kinez ishte i lutem regjis, ka një artë ku tregohet se si është ndarë perandoria kokturk e cila u ndan kaganatin lindor që është ai me blu më të thellë dhe kaganati lindor që është ai me blu më të lehtë dhe me
ujra në krahun e majit tonë. Më poshtë shikoni që është perandoria Sasanide dhe në krah janë bullgarët, alanët dhe në krah prap janë dhe maxharët dhe perandoria bizantine është në jug të detit të Zinë, atë që sot është Turqia e vogël. Kazaria u krijua për herë të parë në mezin e shekullit të 7 nga kaganati perëndimor turk, siç u thash, që ishte bërë i pavarur ndaj perandorisë me emër të Turqisë lindore, sepse kjo u mund ushtarakisht nga perandori Taizong i dinastisë Tang, siç u thash, të Kinës në vitin 618 dhe në vitin 643, kur perandoria lindore ra në pushtetin e Kinës. Me humbjen e kaganatit perëndimor, me kalimin e kohës, atë që shikoni Western Kaganat, mbeti vetëm dega më perëndimore e ish perandorisë së Gokturkëve, që ishte Kazaria, të cilën ja u treguam në artën e parë. Me këtë fitore të vitit 643, perandori kinez u bë quheshe Tengri Kagan, ose mbreti qellor, i cili është një autoritet suprem dhe që dominonte mbi të gjithë turqit e kaganatit lindor, por dhe një pjesë të kaganatit perëndimor në atë që sot është Mongolia. Ishe të lutem regjia foton. Në këtë kohë, në dinastinë, në teritorin e kontrolluar nga dinastia kineze, ynë 100.000 turq dhe 10.000 turq të tjerë ishin njerëz me profesione dhe të cilët të gjithë së bashku e quanin perandorin kinez si atin e tyre qellor. Njëkohësisht në këtë moment u përhap konfucianizmi, i cili dhe sot është do me thënë respektohet nga shumë popull me origjinë turke që vinë që nga lashësia, nga perandoria turke, të cilën ja u treguam në art. Në këtë kohë, Kazaria u bë guri themelit i eksporteve dhe importeve që bënin vendet e ndryshme nëpërmjet rrugëve të mëndafshit, që këto kalonin në stepat e Kazarisë dhe shkonin nga lindja në perëndim, dhe fillonin nga territori ujgur, të cilët janë turq konfucian, që ja u shpjegova pak më parë, shumica e tyre, por edhe shumë musliman, dhe fillonte nga ujguri sotëm, kalonte në për Kazari dhe më tej tregtia për dhe transporti madrave lëviste në për këto arterje, duke përfunduar në Gjermani dhe në Evropë. Shpesher mallrat kalonin në Krime dhe nga deti me transport, duke hyrë në detin Marmara, dilnin në detin Egje dhe përhapeshin në Ballkan ose në Itali dhe në Evropë. Gjithashtu Kazaria ruajti një rrugë tregtare që quheshe Veriug gjatë Volgës, dhe nëpërmjet Rusisë mallrat kalonin në Skandinavi dhe më poshtë mund të lëviznin në drejtim të Azerbajxhanit dhe Iranit islamik, i cili sapo kishte kaluar në islam. Në fakt, më pas luftrat veneciane e bën të pamundur tregtinë me islamin dhe e bën të pasigurt për të krishterët dhe tregtarët musliman që të lëviznin lirisht në territoret e njëri tjetrit. Fakti që Kazaria u themelua nga turqit me një lidhje të fortë me Kinën konfuciane, kjo sigurisht që nuk mund të injorohet. Për këtë duhet kemi parasysh 3 fakte të
rëndësishme që unë i kam nxjerrë nga studimi. Ka pasur një filozofi të fortë konfuciane, siç e u thashë, të ngulitur në kaganatin perëndimor, pra dhe në pjesën e Kazaris, që ishte pjesa më ekstreme e kaganatit perëndimor. Në fakt turqit kanë qenë shaman, por parimi konfucian i mandatit të qiellit ishte një besim thelbësor i turqëve kazar. Një pikë tjetër është prania e ebrejve në Kin, pra bëhet fjalë për ebrejt si racë dhe gjuish njëkohësisht, pra nuk bëhet fjalë për turqit gjuish që të Kazaris që u kthyen, por më përpara se këta të bëheshin gjuish në mes të shekullit të 8, siç u thash, ka pasur një fluks të madh ebrejsh tregtar të cilët jetonin në Kin, qysh nga viti 618 kur ka qenë dinastia Tang, dhe këta kanë ringjallur dhe kanë dhënë në funksion rrugët e Mëndafshit dhe tregtin në rrugët e vjetra, të cilat mbas vitit 200 për arsye të caktuara ishin bllokuar. Në fakt, dinastia kineze ndoqi një politikë shumë tolerante me të gjitha llojet e besimeve dhe në këtë mënyrë dhe me xhifutët, të cilët me hebrejt gjuish, të cilët i lejonte të blinin pasuri të patundshme dhe të bënin një jetë të lirë si gjithë qytetarët e tjerë kinez. Në fakt, në këtë kohë kishte filluar një persekucion nga perandoria romake lindjes e Konstantinopolit kundër gjujshve, duke i quajtur qenie të ndyra, dhe kjo filloi në kohën e perandorit Heraklin në vitin 610 dhe vazhdoi më tutje edhe me perandor të tjerë si Justiniani II, Leoni III në vitin 717 dhe perandori Romanos, i cili ka qenë nga viti 920 dhe në vitin 944. Më pas, Teodora, një nga vajzat e Kaganit Kazaris, u martua me perandorin Teodor të Bizantit dhe qysh në të kohë u forcua influenca e gjujshve për një periudhë të shkurtër mbi perandorin e Bizantit. Pjesa më e madhe e persekucionit të qifutëve në perandorin romake buronte nga arsye fetare, do me thënë nga arsye fetare më pak se nga arsye gjeopolitike. Kishte ndodhur një rritje e fuqisë jaudinëve, në fakt, të cilët krijuan perandorin Himarite, që ishte pjesa e Jemenit të sotëm dhe së bashku me Arabinë Saudite në rreth vitit 380 erës sonë, ata filluan të kishin një kontroll në hyrje të detit të Kuq, gjë që pengonte perandorit e ndryshme që kishin rrjedhur nga perandoria romake, siç ishte Venecia dhe perandoria e Gjenevës, dy republika detare, të cilat ndjenin vete në siklet për tregti kur ishin në kontrollin e këtyre shteteve dhe influencës gjujshve në disa pika të rëndësishme të botës. E treta është se grupi kryesor në këtë fazë të hershme të rrugëve të rinovuara të rrugës së Mëndafshit ishin tregëtarët ebrej radhanit, të cilët e kishin origjinën nga qyteti Radhan i Iranit ose i Persisë asaj kohe, dhe që kishin një influencë të madhe në tregtinë e rrugës së Mëndafshit. Është një studius arab, persian, i cili quhet Al-Masudi, i cili ka shkruar në vitin në mes të shekullit të 10, i cili ka vdekur në mesin e shekullit të 10 në vitin 956, i cili ka shkruar se
Tregtarët radhanit të rrugës së Mëndafshit flisnin shumë gjuhë të huaja, duke filluar nga gjuhët perëndimore si spanjisht ose gjuhën marano që quhet, ishin çifutët marano që flisnin spanjisht, ose këta ishin kryesisht hebrejnë, flisnin gjuhët slave, flisnin gjuhën franceze, pra flisnin dhe slavisht dhe persisht. Kishte 4 rrugë tregtare të Mëndafshit, me degët që ja u tregova që pari, që kontrolloheshin kryesisht nga burimet financiare të tregtarëve radhanit. Ka pasur në atë kohë një aleancë ekumenike, siç ja u thash, midis gjujshve, kristianëve, myslimanëve dhe konfucianëve, ose e thënë ndryshe, ndërmjet perandorisë kazare, perandorisë kristiane të jugut, po sidomos të Karlit të Madh dhe i babait të tij, Pepinit të Shkurtër, të cilët ndalen në Poitiers, Kalmarteli siç quhet, dhe gjyshi i tyre Pepini i Shkurtër, të cilët ndalen influencën e vendeve myslimane në veri të Spanjës në drejtim të Francës. Duhet thënë se dinastia Karolinge ka pasur një tolerancë dhe një miqësi të madhe me jaudinët ose me çifutët, të cilat do t'i tregoj më pas. Dinastia Kazare kishte krijuar një marrëdhënie shumë të mirë me dinastinë e Abasitëve, madje në kohë të vështira, këta të fundit i kishin dhënë 10.000 ushtarë Kaganit Kazar, duke i thënë që mund t'i përdorte për çfarë do lloj që të deshte si forcë ushtarake, me përjashtim të rasteve kur ai do dëshironte të hynte në luftë me Islamin e dinastisë Abasite, domethënë këta ushtarë, sigurisht që nuk mund t'i përdorte dot. Kishte një tipar dallues të kazarisë asaj kohe, se kishte një sistem unik gjyqësor dhe shumë tolerant. Ishte një perandori ku në qytetet, siç u thash, si Atila për shembull, ose kryeqyteti i dinastisë për një farë kohë i Kaganatit, kishte mbjetonin bashkë dhe mund të dëgjoheshin ato faljet në sipas feve të ndryshme në xhami, në kishë, në një vend falje të sipas ritit kinez, konfucianist, ose budist, indian, ose dhe sigurisht edhe faljet në ritet judaike ose qifuta. Ajo që shquaj për një tolerancë të madhe nga Kagani ishte fakti që ai kishte një drejtësi shumë të pavarur dhe atë trupën e lartë ushtarake, po dhe këto gjyqësore dhe këto trupat e tjera i kishte të ndërtuara me 2 krishterë, 2 mysliman, 2 gjujsh dhe një pabesimtar, domethënë si mund të themi ateist. Kjo ishte sidomos e themeluar në këtë mënyrë gjykata supreme e drejtësisë të kazarëve. Dinastia Abasit sigurisht që luajti një rol të rëndësishëm në ruajtjen e rrugës së Mëndafshit dhe të rilindjes konfuciane për shkak të lidhjes së tyre me Kazarin. Në vitin 755 dinastia Tang u përball me një krizë pushteti pasi filloi një luftë civile ku u quajt rebelimi Anshi, pasi një general renegat i cili në histori quhet An Lushan, ky kërkoi të bëhej perandor dhe perandoria Abasite ndihmoi dinastin Han që të ruante pushtetin duke i dërguar 4.000 ushtarë mysliman, bëhet fjalë në mes të shekullit 8, në vitin 755. Por dinastia Tang
nuk ka qenë në gjendje të rikuperonte në momentet caktuara prestigjin e saj që kishte para se të fillonte kjo luftë civile, dhe si rezultat i dobësimit të fuqisë së saj, tregtia në rrugën e Mëndafshit filloi të humbiste vitalitetin që kishte pasur para kësaj periudhe. I lutem regjisë një artë ja ku është një artë e Evropës perëndimore, pasi do flasim pak për Septimanin, që është një qytet bregdetar në detin Mezes, siç e shikoni që është qyteti i Narbonit, i cili është diku në jug të Francës së sotme, ose atje ku është kufiri i Spanjës me Francën, diku mbi Barcelonë. Do të flasim një çik për si yri Evropa në rrugën e Mëndafshit, shkurtimisht dhe rolin që ka luajtur mbretëria kazare. Në vitin 751, kalifati Umajat në Spanjë humbi një territor të madh të quajtur Septimania. Mos e hiq artën, të lutem. Kur të them unë, ndaj dinastisë karolingiane, të marrë nga një mbret, siç e thash unë, që quhej Pepini i Shkurtër, i cili është babai i Charlemagne'it ose Karlit të Madh, i cili u shugurua nga papa në vitin 800 si mbret si perandor i Francës dhe i gjithë atyre dhe në zonën e Saksonisë, domethënë dhe i Hollandës sotme dhe i Belgjikës, pra dhe i vendeve të ulta deri në i Zvicrës së sotme deri në veritë të Alpeve të Italisë të Evropës. Konfliktet e gjujshve kundër të krishterëve dhe muslimanëve sigurisht do t'i kishte dashur oligarkia, e cila i ka bërë kërkesë Pepinit të Shkurtër që të mos i përkrante gjujshët, por ai thiri për Septimanin, thiri një udhëheqës hebre nga Bagdati, me preardhje, siç pretendonte ai, nga shtëpia e Davidit, që quhej Natronaj al-Makir, i cili ka kontrolluar Septimanin për rreth 40 vjet, nga viti 1725 deri në 765, dhe ky nga ana tjetër i dha vajzën e tij, domethënë Pepini i Shkurtër i dha vajzën e tij Alda Natronaj al-Makir, pra çifutit që gjujshit që erdhi nga Bagdati si mbret i Septimanis, kurse al-Makiri nga ana e tij ja dha vajzën e tij çifute mbretit Charlemagne për grua, duke krijuar një krah fort diplomatik francezët me gjujshët kundër atyre që luftonin gjujshët me qendër në Rom, po sidomos Republika e Venecias. Papa Stefani III mbronte politikën e përplasjes së kulturave e të qytetërimeve dhe e sulmoi politikën e Karlit të Madh në vitin 768, duke u ankuar tek kryepeshkopi për këtë politikë të tij. Por si Pepini, babai i Karlit të Madh, dhe Karli i Madh i injoruan kërkesat e Vatikanit për të hequr dorë nga kjo lloj politike ekumenike. Qeverisja e Septimanis më vonë u nda nga Karli i Madh me 1/3 nën autoritetin e kryepeshkopit të Normandisë, që ka qenë Thomasi i Normandisë, 1/3 nën islamikët dhe 1/3 nën qeverisjen çifute, pra ndryshoi mënyra e qeverisjes të Septimanis me qendrën në Narbon. Ka patur për këtë një marrëveshje myslimano të krishterë që u udhëheq nga Harun al-Rashidi në vitin 800, kur
ai më pas ja dha kontrollin e tokës së shenjtë Karlit të Madh dhe deklaroi se toka udhëheqësit të krishterë do të mbrojë nga sundimi mysliman. Ka një murg i cili quhet Zakaria, që thot se kjo marrëveshje diplomatike u negociua nga një ambasador gjuish i Karlit të Madh në Bagdad, që është Isaku i Rashenit. Të lutem regjia një pikturë, një foto ku duket Karli i Madh me Al-Rashidin në një ja ku keni të ullur Al-Rashidin dhe Karli i Madh me kryqin duke bërë shenja me dorë. Kjo është një pikturë e një piktorit të shquar që quhet Julius Kokert, dhe është një pikturë të cilën ne përzgjodhëm për të paraqitur marrëveshjen e madhe mes perandorisë franke dhe dinastisë abasite të myslimanëve me qendër në Persinë e Vjetër. Sigurisht kjo aleancë ekumenike zgjati 90 vjet derisa u shemb nga intrigat e mëvonshme të mbetjes perandorisë romake që ishte kryesisht Venetiku, dhe këta bindën mendje vegjlit nipër të Karlit të Madh të bënin një luftë civile me njëri tjetrin dhe e shkatruan perandorinë e madhe karolingiane, të cilën unë u tregova në art se ku ishte, derisa u bë ajo që quhet betimi i Strasburgut i vitit 842, duke ndarat perandorinë në rajone konfliktuale dhe që më vonë ishe pra është betimi i Strasburgut i vitit 842 ai që krijoi pak a shumë artat e sotme të shteteve evropiane. Do të flasim një çik për rilindjen karolinge të Karlit të Madh, pa hyrë në detaje të reformave të guximshme të Pepinit dhe Karlit të Madh, që u përqendruan në infrastrukturë, domethënë në ndërtimin sidomos të rrugëve, të urave, mbirin të kanaleve vadice, të katedraleve dhe shkollave. Pati reforma financiare, financuesit privat e humbën kontrollin pasi qeveria e Karlit të Madh mori kontrollin e monedhave dhe kredive, pra nuk ju lejoheshe privatëve të jepnin kredi, dhe kjo është arsyeja pse ky u quajt Karli i Madh. Baza e filozofisë Karlit të Madh për të thyer urrejtjen kundër çifutëve u bë sipas doktrinës së dëshmimtarit të shkruar nga Shën Agustini në shekullin e 5, ku poheshin se ebrejt nuk duhet të theren, por përkundrazi të mbrohen për ekzistencën e jetës së tyre, dhe aderimi i tyre në Dhjetën e Vjetër ishte një dëshmi e gjallë për të krishterët që ata duhet të tiruanin ebrejt. Flasim çik për rilindjen abasite. Në Islam, doktrina e Agustinit gjeti një paralele me doktrinën e dimit të dinastisë abasite, që ponte se myslimanët duhet t'i mbrojnë ebrejt ose gjuishët, sepse është më gjithëpërfshirëse, sepse ata kishin marrëdhënie me Zotin e vetëm, një lloj si myslimanët, pra ishin me preardhje të dyja fetë nga fetë abrahamike. Mund të theksohet gjithashtu se dinastia abasite konsiderohet si epoka e artë e Islamit dhe solli një reformë paralele burokratike, si ajo e Karlit të Madh, në drejtim të fushave monetare, arsimore, mjekësore, sipas parimit konfucian të mandatit të qiellit, që do të thotë e drejta e një udhëheqësi për të sunduar ishte e vlefshme vetëm nëpërmjet bindjes së tij ndaj ligjeve të natyrës
dhe të mirës së përgjithshme të popullatës që ai komandonte. Pra, në qoftë se një udhëheqës ose një qeverisje edhe sot nuk ka mandatin e lashtë të qellit që është shkuarja sipas ligjeve të natyrës në artimin e ligjeve të qeverisjes së njerëzve dhe detyrimi për të ushtruar të gjitha fuqitë si udhëheqës për të mirën e përgjithshme të njerëzve. Çdo udhëheqje që vepron në kundërshtim me mandatin e qellit bëhet një udhëheqje jo popullore dhe si e tillë duhet rrëzuar dhe nëse qëndron mbi ligje antidemokratike të krijuar nga elita të vogla sunduese. Kjo përshkruhet mandati i qellit më së miri tregohet në kushtetutën amerikane ku thuhet që nëse qeveria amerikane nuk punon për të mirën e përgjithshme të njerëzve, njerëzve u linte drejta për ta përmbysur atë qeveri qoftë edhe me dhunë. Në udhëheqjen humaniste të kalifit al-Mahdi, që ishte djali i al-Rashidit, Harun al-Rashid, dhe nipi i al-Mamunit, se dihet që al-Mamuni ishte babai i al-Rashidit, një nga themeluesit e dinastisë Abasite, u krijuan rrjete qendrash edukimi humanist të quajtura shtëpitë e urtësisë, ku mblodhen të cilat mblodhen studiues musliman, të krishterë dhe ebrenj, të cilët përkthyen veprat e lashta, sidomos të filozofëve grekë, nga greqishtja dhe latinishtja. Këtu studioheshe astronomia, letërsia, mjekësia dhe inxhinieria, dhe fabrikat e letrës u krijuan në vitin 832 në drejtimin e kalifit al-Mahdi, sidomos në qytetin e Samarkandës, Kairos, Damaskut dhe Bagdatit, duke adoptuar teknologjinë kineze për prodhimin e letrës. Do flasim pak për rilindjen kineze të kësaj kohe. Dinastia Tang, e cila, siç u thash, ka ekzistuar nga viti 618 deri në vitin 907, pra rreth 290 vjet, 280 vjet sa i bie, ishte një stre e sigurt ekumenike për të gjitha kulturat, dhe aty ka pasur gjendje muslimanësh, ebrenj dhe jo ebrenj Jewish, pra Jewish, ebrenj dhe jo ebrenj, dhe grupe të mëdha të krishterësh nestorianë, të cilët e bën Kinën si shtëpinë e tyre gjatë këtyre 300 viteve të sundimit të dinastisë Tang. Në këtë kohë artet u ngritën në lartësi të mëdha dhe filloi të preferoheshin shumë poetët, dhe shteti ideal nuk mund të quhej një shtet pa poetë dhe piktorë të mëdhenj kinezë, siç kanë qenë Wang Wei, Li Bai dhe Du Fu, të cilët janë sot poetë piktorë, shumë të preferuar pikturat e tyre dhe ruan me një kujdes shumë të madh. Këta luajtën edhe role të mëdha politike me ndikimin e talentit të tyre tek drejtuesit e lartë në qeverinë perandorake kineze. Në këtë kohë u hoqën torturat dhe dënimet me vdekje dhe u ndërtuan një numër rekord shkollash të mëdha publike ku arsimi u bë më masiv. Më pas ndodhen luftra mes muslimanëve, turqëve, tibetianëve gjatë viteve pasarse, dhe kjo e dobësuan shumë dinastinë Tang mbas viteve 900. Ka dëshmi fizike të ekzistencës së mbretërisë kazare, në fakt të mbretërisë kazare, dhe megjithëse ka pak prova empirike, për fat të mirë, 10 studiues të krishterë dhe muslimanë në shekujt e 8 dhe 12 kanë shkruar gjithësisht për ekzistencën e mbretërisë kazare dhe
ka rreth 250.000 fragmente të zbuluara në fund të shekullit të 19 në Geniza, është një provincë afër Kairos, të cilat janë prova drejt për drejta duke hedhur dritë për herë të parë në mijëvjeçaret e kaluar. Por ka një pyetje e cila është pa përgjigje ende, pse mbretëria kazare u zhduk dhe përfundoi në shekullin e 10. Ne do përpiqemi të bëjmë ja dy hipoteza duke mbyllur dhe këtë bisedën e sotme. Venecianët filluan të krijonin një pushtet të madh dhe në këtë kohë filluan të ngriheshin bankierët ebrejnë. Pse u ngritën në fakt bankierët ebrejnë? Kjo ndodhi për shkak se perandoria veneciane mori masa drakoniane kundër ebrejve, nuk lejohej që ata të mbanin armë, të lëviznin me mjete të ndryshme, sidomos me anije në rrugët e ndryshme detare lumore ose në për liçenet e ndryshme të mëdha nazi, ku kontrolloheshe Nazinë e vogël nga Venecia, nga Republika e Venecias, ata filluan të izoloheshin dhe izolimi i parë filloi në një lagje që quhej Ghetto në Venecia dhe prandaj më pas gjatë luftës që të krishterët ju bën çifutëve në Evropë, këta futeshin në ghetto dhe mori emrin pikërisht nga lagja veneciane Ghetto, ku atyre u lejoheshe vetëm të shisnin çikërima dhe rroba të vjetra me njëri tjetrin dhe më pas ju lejua që të mund të jepnin dhe para hua tek zotërinjtë e tyre. Ka një vendim që është marrë nga Republika e Venecias dhe quhet lidhja e Kambrajt e vitit 1509, e cila ka dhënë panoramën në fakt të botës së sotme dhe angazhimin e çifutëve të lindjes në drejtim të botës së bankingut. U deshën disa qindra vjetë përpjekje dhe Venecia arriti të ndante, siç ja u thash, perandorinë e Karlit të Madh në fraksione ndërluftuese dhe më pas perandoria islamike ra në mosmarrëveshjet e saj të brendshme dhe të jashtme. Në vitin 1095 Venecia dhe papati filluan në fakt kryqëzatat e para, të cilat zgjatën mbi një shekull e gjysmë, u bën 5 apo 6 kryqëzata ku u prish aleanca dhe marrëveshjet harmonike të koekzistencës apo të bashkëekzistencës midis të krishterëve mbas Karlit të Madh dhe perandorisë islamike të qoftë umajadëve, qoftë dhe të abasitëve, dhe midis tyre filloi një luftë e egër dhe për këtë ka ndikuar edhe urdhri i kalorzëve templar, të cilët ishin bankierët e parë të mëdhenj dhe që u nxitën nga Shën Bernard i Clairvaux. Shën Bernardi në fakt ka qenë një kundërshtar, është ai që formoi manastiret benediktine dhe ka qenë një antiçifut i thekur dhe ka nxitur të gjitha lëvizjet antiçifute të kohës dhe prishjen e harmonisë midis krishtërimit perëndimor dhe myslimanizmit, ku tregtarët punonin dhe njerëzit lëviznin të lirë, qoftë mallrat, qoftë dhe shërbimet midis dy botëve, gjë të cilën e prishën shenjtor të tillë në thonjza si Shën Bernardi i Clairvaux. Përkundërti ka qenë një abat i shquar, mendje ndritur, që mund ta quajmë një neoplatonist të madh të kohës së tij, që është Peter Abelardi, i cili ishte një prift i shquar francez, por në krahasim me Shën Bernardin ka pasur një influencë të vogël në zgjidhjen e problemeve kryesore të drejtimit të Vatikanit, përkundër Shën Bernardit, i cili në fakt zgjodhi 2 papë dhe ata kandidatët e tjerë i quajti antipap dhe si rezultat i ndikimit të tij fituan 2 papët që ai dëshironte. Clairvaux krijovi atë që quhet rendi cistercian,
dhe krijovi dhe krahun e armatosur të këtij rendi që ishin siç ja u thash kalorësit templar, nëpërmjet cilëve ai do të kontrollonte gjithë operacionet bankare dhe krijoi epokën e dhunës fetare të krishterëve kundër myslimanëve dhe ebrejve, dhe kjo formësoi politikën e disa shekujve të ardhshëm, e cila sot vazhdon ndoshta edhe sot her pas here. Shën Bernardi ishte i fiksuar pas tempullit të Solomonit, dhe ishte i lidhur me obsesionin e mitit të Graalit, që supozonte se familja mbretërore ynore ishte pasardhëse e një martese të supozuar midis Jezu Krishtit dhe Maria Magdalenës. Madje thuhet që Jezu Krishti kishte fëmijë sipas tyre teorive dhe me motrën e Maria Magdalenës, dhe ishte pikërisht kjo rrymë nga e cila doli lindja ajo që sot quhet rozikrucianizëm, dhe që ka krijuar në fakt krizën aktuale shpirtërore dhe ndarjen mes qytetërimeve të sotme. Por çfarëdo që të ketë ndodhur, që u shkaktua dobësimi dhe kolapsi përfundimtar i mbretërisë së Kazarisë, për të cilën e filluam këtë temë, më pas u ndikua shumë nga pushtimi i Kievit për rusëve në vitin 969, cilat i kinin në librin Tribuja 13, që unë mendoj që duhet ta lexoni. Nuk është mirë e qartë nëse kanë qenë këto shkaqet pikërisht të rënies së kazarianëve, por duhet të thënë që dhe vikingët filluan të kishin rolin e tyre duke hyrë nga deti i Zi dhe nëpërmjet detit Marmara dhe duke dalë në territoret kazare midis detit të Zi dhe detit Kaspik. Është e qartë se ligjet kundër çifutëve u imponuan me ritme pikërisht në epokën e dominimit global venecian, të cilat krijuan ato që sot mund t'i quajmë luftra të përjetshme. Në fund të shekullit të 10, gjujshët u shkëputën nga Kazaria dhe të gjitha rrugët tregtare lindje perëndim u morën në zotërim nga Republika e Gjenovës dhe nga Republika e Venecias. Venecia ishte e para që i ndaloi çifutët dhe më pas u ndoq dhe nga qytetet apo mbretëritë e tjera të krishtera perëndimore, dhe këta u larguan nga tregtitë ndërkombëtare, dhe Senati venecian miratoi një ligj në vitin 945 të erës sonë që ndalonte çdo anije nazi të transportonte një ebre. Është një historian i cili quhet Cecil Roth dhe ka treguar këtë situatë shkatruese duke thënë: situata do të kishte qenë e pamundur, por për praninë e çifutit, i cili pikërisht pasi e gjeti veten të përjashtuar nga metodat e tjera për të siguruar jetesën, u detyrua të hynte në profesionin më të panderuar të shitjes së rrobave. Kapitalistët jo çifut u jepnin hua mbretëve dhe manjatëve mbi bazën e sigurimeve të ndryshme që ata vinin për këto kredit. Më pas këtë profesion filluan ta zotëronin dhe çifutët. Në Venecia, për shembull, dhe në fund të shekullit 18, komuniteti çifut toleroi vetëm me kushtin që të mbante në geto 4 banka kredie, jo më shumë, duke dhënë kredi mbi pengje të ndryshme. Të vetmet profesione të tjera të lejuara ligjërisht atje ishin tregtia me rrobat vjetra dhe tregtia me shumicë e eksportit në Levant ose në lindje, domethënë në zonën e Sirisë sotme, të cilën ata nuk e preferonin shumë. Kjo gjendje e turpshme e punëve u zbatua rreptësisht dhe çdo përpjekje nga ana e çifutëve për të zgjeruar statusin e tyre ekonomik ose për ta vendosur atë në një plan pak më dinjitos, u bllokua sistematikisht nga pushteti i krishterë në perëndim. Kjo tashi
hap derën për të folur në një emision tjetër, me qënë se mos bëhet emisioni i mërzitshëm, të flasim një çikë duke parë nga një perspektivë e re librin e famshëm të Shakespeare-it, Tregtari i Venetikut, si dhe një pjesë tjetër të mëpërpashme që quhet Hebreu i Maltës. Për këta do flasim në një emision në një radhë tjetër. Nga unë Alfred Sako, natën e mirë dhe mirupafshim, dhe mos harroni t'i bëni subscribe kanalit tonë që sa herë që ne edhim një emision, juve t'ju vi notificationi. Ju na ndihmoni ne ju ndihmojmë ju. Tung tung.